Emrat e skalitur të 32 dëshmorëve të kombit në Gorozhuk të Hasit është dëshmie e përbashkimit të popullit shqiptar për të çliruar Kosovën nga okupatori shekullor serb. Edhe 27 vjet pas, pranë këtij lapidari i mblidhen familjar të dëshmorëve, veteran të luftës nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Medvegja, për të nderuar djemt që me gjakun e tyre vulosën lirinë e Kosovës. Pashtriku dhe Koshare nuk ishin dy fronte të ndara, të dy frontet kishin vetëm një qëllim, që Kosova të çlirohet. Dhe sot, kur kujtojmë dëshmorët tanë, kujtojmë edhe ata të Koshares dhe të gjithë dëshmorët e luftëtarët anë mban trojeve shqiptare, vëllezërit tanë në luftë, shokët që ndanë me ne të njëjtin fat, sepse liria e Kosovës nuk u fitua vetëm në një pikë të hartës. Admirali i flotës shqiptare Vladimir Beja, që ishte edhe pjesë e kësaj lufte në Pashtrik, tha se respekti dhe mirënjohja maksimale duhet të shkojë për të gjithë ata që nuk kursyen asgjë për lirinë e Kosovës. Të rënët pra dhe janë ata primarët, janë ata gjaku tyre është themeli i çdo shteti dhe sidomos i shtetit të brisht Kosovës. Por respekti dhe vlerësimi i figurave që janë gjallë, që kanë dhënë kontribut me të gjitha mënyrat, familjar të ndryshëm, të thjeshtë, të zakonshëm, duhet vlerësohen dhe duhet u jepet merita që u takon. Ish zëvendës komandant i zonës operative të Pashtrikut Sadik Halitjaha në këtë tubim përkujtimor, tha se lufta e Kosovës i ka të përbashkët dëshmorët nga të gjithë trojet tona. E faktojmë edhe këtu në këtë lapidar i kemi të përbashkët dëshmorët Shqipërisë dhe Kosovës. Shqipëria dha 37 dëshmorë për Kosovën. Në fazat më të vështira kemi pas njerëz të guximshëm me nivel të vetdijes, të cilët nuk i kanë limitu sfidat, por i kanë sfidu limitet. Prandaj, sot jemi këtu ku jemi, i kemi shtetin, i kemi lirin dhe i kemi institucionet. Në 27 vjetorin e epopesë së Gorozhupit, u nderuan me mirënjohje familjar të dëshmorëve, invalid dhe veteran të luftës së UÇK-s.